Shikues të nderuar, ju përshëndes. Ky është edicioni informativ, në ndiqni. Qytetarët gjithnjë më shumë kanë besim te koalicioni qeveritar PS-LSI, ndërsa zhvillimet më të fundit të opinionit publik duket se nuk i kanë shqetësuar ata. Ata mirëpresin më të mirën dhe kryesisht reformën në drejtësi. Ndjekim kronikën e përgatitur. Të ndodhur para ndryshimeve e lëvizjeve të fundit në qeveri, duke marrë shkas edhe nga zhvillimi më i fundit, ai shkarkimi të ministrit të drejtësisë Ylli Manjani. Duket se opinioni publik gjithnjë më shumë po krijon besim tek qeveria shqiptare dhe veçanërisht te koalicioni PS-LSI. Sipas opinioneve të qytetarëve të Gjirokastrës, shkarkimi i Manjanit ishte i drejtë, ndonse ata tregohen të rezervuar për sa i përket reformës në drejtësi dhe vettingut. Por në një pikë duket se janë bashkë qytetarët e Gjirokastrës, teksa shprehen pro vazhdimit të koalicionit PS-LSI, si e vetmja mënyrë për të vazhduar më tej reformat e nisura. Këtu s'ka drejtësi askas, do të ketë kur drejtësi. Ato numrat që thonë për drejtësinë janë gënjeshtra. Në asnjë mënyrë, vettingu nuk ka asnjë mënyrë. Nuk ka mundësi që Hajduti të arrestoj veten e tij. Shkarkimin e ministrit Manjanit, ai s'ka qenë në një vijim me punën e qeverisë. Pra ishte i drejtë? Jo ishte, nuk ishte i drejtë në këtë punë, se gjithë gjërat thonë në Këshillin e Ministrave, prandaj Manjani duhet të ikte. Po të kishte ndonjë gjë Manjani, ta ngritën në Këshillin e Ministrave, kryeministri të çdo gjë ta zgjidhësh brenda koalicionit. Koalicioni do vazhdojë, se e majta është e bashkuar. Po. Duhet të vazhdojë për të mirë? Duhet të vazhdojë, po, për të mirë reformë duhet të vazhdojë. Po, jemi të kënaqur me zhvillimin e ekonomisë, me çdo gjë. Unë jam qytetar shqiptar që jam votues shkarkimi i ministrit, po shumë i drejtë, saktë. Po një po në kabinet qeveritar ke 20. Nuk është puna për dëgjuar apo për të qenë i urtë i sjellshëm. Koalicioni në dorë tyre, po duhet ta vazhdojnë, Po për qytetarin cila është më e mira? Më e mira qytetarin është që të jetë qeverisja gjithmonë më e mirë. Tjetë një aleancë edhe koalicioni i mbështetur në parime dhe jo mbi insinuata, po drejta që s'ke provu në qeverisje më të mirë. Tash sipas të dhënave që dëgjuam, një parë drejtë ka dhe kryeministri, sepse është kryeministri duhet të lajmërojë për çdo gjë që ndodh në vendin tonë, duhet ta di. Ai pa pastaj koalicionet kështu, çfarë të thomi neve? Ne jemi popull. Shikojmë për shembull që ka disa gjëra për shembull që përpiqen. Ka një dimuaj që mirën me këto llafe kështu. Duhet të vazhdoj sipas mendimit tuaj koalicioni? Po, koalicioni patjetër. Nuk përçet koalicioni pse ndodhi një diçka e tillë. Ata e kanë marrë për sipër, tani çdo gjë mund të ndodhi. Po që sipas dhënave që thanë sot që dëgjojmë lajme, thonë që koalicioni do vazhdoj. Dhe për ne është më mirë që shikojmë që kjo qeveri diçka ka bërë. Unë mendoj se ka një ndryshim shumë të madh krahasim me ato para 2013-s. Por prapë nuk do të thotë se mund të bëhen për një me magji gjërat, duhet kohë që të vazhdojnë dhe unë jam pro reformave. Partia Demokratike Dega Gjirokastër ka kërkuar largimin nga detyra të kreut të policisë së Gjirokastrës Arjanit Arapi. Deklarata është bërë nga kreu i Partisë Demokratike Roland Beko, i cili ka akuzuar në mënyrë të drejtë për së drejti kreun e policisë Gjirokastër për inkriminimin në luftën e kanabisit, por njëkohësisht edhe duke parë si një mundësi për manipulim të zgjedhjeve parlamentare. Ky reagim vjen pak ditë pas deklaratës të dhënë nga deputeti Vangel Tavo në qarkun e Gjirokastrës për të njëjtin shqetësim. Partia Demokratike ka denoncuar aferën e policisë shtetit, lidhjet e saj, segmentet e saj, me mbjelljen e kanabisit në qarkun e Gjirokastrës që në Zanafill. Partia Demokratike është dakord që policia e shtetit sot po bëhet gati që të implikojë segmentet e saj, strukturat e saj, deri edhe si shta zoti Tavo, të inkriminuarit, për të manipuluar zgjedhjet dhe për të favorizuar njërën parti, pra partinë socialiste që është në pushtet, në dëm të forcës tjetër LSI-s, tha zoti Tavo, por ne themi në dëm të gjithë partive politike shqiptare dhe votuesve shqiptar. Ne shikojmë që policia na dhuron spektakël mediatik në kujdesin e drejt për drejt të ministrit të brendshëm zoti Sajmir Tahiri, që të kapen gjithë ata që u ofrojnë pranë policëve 10 apo 15.000 lekë të vjetra në formë rishveti. Pra, nëse policia na jep këtë spektakël, nga ana tjetër, ajo lejon hajdutët, lejon trafikantët e drogës, lejon trafikantët e mëdhenj
televizin lishëm në Gjirokastër, dhe kjo nuk është policia që duam. Shqetësimi jonë dhe gjithë qytetarëve ka të bëjë me zgjedhjet e ardhshme politike, ku ashtu siç e kishin paralajmëruar i gjithë ky kontingjent që u kontrollua dhe u menaxhua nga drejtuesit e lartë të policisë në Gjirokastër, ashtu si shtojnë qytetarët kudo që jemi në të gjitha ambientet e saj, ashtu siç akuzoi deputeti, dhe kjo është shumë e rëndë për një shtet, po përgatiten që të manipulojnë zgjedhjet. Dhe ne të gjithë së bashku duhet të bëhemi blok për ta ndalur këtë dhe do të bëhemi me të gjithë qytetarët. Segmentet në policinë e shtetit kanë një emër, dhe ai emër është drejtori i saj, Aranit Arapi, i cili duhet të largohet një orë më parë. Dhe nëse do të ketë zgjedhje të lira e të ndershme, ky dhe kupola e tij, gjithë establishmenti i tij që ka krijuar këtu në Gjirokastër, ashtu si 70 deputetë implikuar edhe me trafikantë ndryshëm, duhet të ikin një orë më parë. Do të vijmë me të tjera informacione. Autoriteti i kontrollit ushqimor në Gjirokastër në analizën vjetore të tij ka nxjerrë në pa disa problematika, ndërsa drejtuesi i këtij institucioni bën me dije se për gjatë 2016-s janë vendosur 29 masa administrative. Autoriteti i kontrollit ushqimor në Gjirokastër në analizën vjetore të tij ka nxjerrë në pa disa problematika shqetësuese që ende vijojnë të jenë në plan të punës së inspektorëve. Sipas drejtorit të këtij institucioni, Beso Brahimi, për gjatë 2016-s janë vendosur 29 masa administrative dhe këto gjoba janë vendosur në ato subjekte ku theret e tregtohet mish. Ne vërtet vitin e kaluar kemi bërë një punë të mirë, unë siç e thash bindse, sqaruese, por në fundit ne kemi vendosur edhe 29 gjoba masa ndëshkimore që për mua janë shumë dhe ato objektivi jonë është vinë duke u ulur, jo thjesht duke abuzuar, por duke ndërgjegjësuar dhe duke edhe bashkëpunuar me gjitha subjektet prodhuese, përpunuese, tregtuese që të arrijmë standardet e duhura. Ashtu siç pretendojmë që ne të vemi në Bashkimin Evropian, ashtu pretendojmë që edhe ky institucion dhe kryesisht ose tërësisht siguria ushqimore të jetë pjesë e këtij institucioni. Për mos thënë tërësisht, por pjesën më të madhe të gjobave kemi vënë në për sa i përket gjurmëshmërisë produkteve ushqimore, gjë që për vitin 2017 do të jetë në qendër të vëmendjes. Ç'kuptojmë me gjurmëshmëri? Me gjurmëshmëri ne kuptojmë origjinën, pra nga vjen, nga punohet, nga përpunohet dhe si tregtohet një produkt ushqimor, sa i garantuar është ai. Dhe gjatë vitit kaluar kemi pasur mangësi kryesisht në dyqanet e tregtimit të mishit, në pikat e therrjes, në thertoret, sepse akoma nuk është krijuar bindja që çdo mish, çdo bagëti që therret duhet i nështrohet një kontrolli të imt nga veterinerët e pushtetit vendor dhe veterinerët e drejtorisë bujqësisë. Realizimi i planit vjetor nxjerr në pa ende detyrime, është shprehur ndër të tjera Brahimi, për të vijuar më tej në rritjen e cilësisë së prodhimeve që tregtohen duke garantuar produkte të sigurta për konsumatorin gjirokastrit e mëgjer. Kontrollet nga inspektorët do të vijojnë, por kërkohet edhe një sensibilizim i popullatës duke reaguar në rast se vren një produkt jashtë cilësie, ndërsa për sa i përket tregtimit të mishit, çdo bagëti, sipas drejtorit të autoritetit të kontrollit ushqimor në Gjirokastër, duhet të tregtohet me vulën e veterinerit. Në rast të kundër, qytetarët duhet të sinjalizojnë këtë autoritet për të marrë masat e duhura administrative. Avokati Klement Balili i shpallur në kërkim për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike nëpërmjet një interviste në media i ka kërkuar klientit të tij të mos dorëzohet, pasi sipas tij drejtësia greke nuk ka prova për këtë të fundit. Alexis Kougias, avokati grek i Klement Balilit, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga drejtësia greke për trafik të lëndëve narkotike, e këshillon klientin e tij që të mos dorëzohet. Gjatë një interviste për një televizion grek, Kougias thot se drejtësia greke s'ka prova kundër tij, përveç një telefonate të regjistruar. Në këto kushte, ai thot se Balili nuk duhet të dorëzohet deri në sqarimin e të gjitha rrethanave të këtyre akuzave në adresë të tij. Unë personalisht nuk e kam takuar për ta këshilluar, nuk kemi folur asnjëherë pas ditës që i është dhënë urdhri i arrestit,
dhe pasi ky urdhër i është dorëzuar autoriteteve shqiptare. Nuk kemi pasur as komunikim telefonik. Mendimi im ishte dhe është se nëse një person është fajtor duhet të dorëzohet në moment, por nëse është i pafajshëm dhe disa mundohen për arsye politike ose personale, sepse vërtet po ndodh për konflikte politike, unë do i këshilloja të mos dorëzohet. Nëse do e takoja, do ta këshilloja të mos dorëzohet derisa të përfundojë çështja që i takon. Të njëjtën gjë kam këshilluar dhe kam bërë në çështje të mëparshme, shumë më të rënda se sa kjo e zotit Balili, të cilët nuk janë dorëzuar deri në përfundim të çështjes së tyre dhe në fund kanë dalë të pafajshëm. Është për të ardhur keq që një person të mbetet në burg për një kohë të gjatë kur është i pafajshëm, u shpreh avokati grek i Balilit Kogjas. Kjo çështje është bërë e njohur për herë të parë në maj të 2016-s. Policia greke ka kapur disa persona pas një të dhënë dhe bashkoi shumë çështje gjyqësore me akuzues të ndryshëm dhe i pagëzoi të gjitha këto çështje në një çështje të vetme. Gjëja e më e rëndësishme që duhet përmendur është se të akuzuarit nuk njihen me njëri tjetrin, nuk kanë lidhje dhe janë çështje të ndryshme në vende të ndryshme të Greqisë dhe jashtë vendit. Të gjitha kanë diçka të përbashkët, që janë sasia e drogës që ndodhet në kamionët që bëjnë transport ndërkombëtar dhe policia greke ka asajuar që të gjitha këto çështje i bëjnë një. Në këtë moment nuk presim gjë tjetër përveç hetimit. Një pjesë e rëndësishme në këtë çështje është se deri në këtë moment hetimi nuk ka përfunduar, por avokati i Kelmen Balilit është i njohur tashmë edhe me të gjitha zhvillimet më të fundit në Shqipëri. Ai shprehet se është në dieni se çfarë po ndodh në Shqipëri, pasi ai vetë shpjegon se bashkëpunon me zyrat e avokatisë në Shqipëri, jo vetëm për këtë çështje, por edhe për çështje të tjera. Gjithashtu, kam shumë miq politikanë të partive të ndryshme të cilat më informojnë për këtë çështje dhe dua të them se mërzitem veçanërisht për zmadhimin që ka marrë kjo dosje në Shqipëri, që në vend që të jetë një çështje penale e zakonshme, është bërë mollë sherrri midis partive politike. Ajo që më çudit është se si është e mundur që pa mbaruar kjo çështje ende në Greqi. Në këtë moment kjo çështje është në zhvillim, ende pa u sqaruar në Greqi e vërteta, të ngatërojnë politikanët të cilët shumë herë nuk interesohen për çfarë ka ndodhur, por për përfitimet e tyre politike. Avokati i tij pohon gjithashtu se nuk është takuar me klientin e tij, por ai shpjegon se nëse do të ishte në vend të Balilit, do të bënte të njëjtën gjë. Në të gjithë vendin vazhdon dorëzimi vullnetar i armëve pas fushatës të nisur nga Ministria e Brendshme. Në qarkun e Gjirokastës, brenda harkut kohor një muaj janë dorëzuar rreth 15 armë. Në të gjithë vendin vazhdon dorëzimi vullnetar i armëve pas fushatës së nisur nga Ministria e Punëve të Brendshme. Vetëm për gjatë harkut kohor një muaj në qarkun e Gjirokastrës, sipas të dhënave nga policia, janë dorëzuar rreth 15 armë dhe një numër i konsiderueshëm fishekësh, ndërsa ky aksion vijon ende. Ndërkaq që efektivët, kryesisht në zonat rurale, vijojnë punën sensibilizuese me banorët. Vendimi për dorëzimin vullnetar erdhi pas amnistisë të përcaktuar nga Ministria e Brendshme për të gjithë qytetarët deri në datën 30 prill. Ditën e sotme, 2 banorë nga qyteti i Kulturës janë bërë pjesë së kësaj nisme, duke dorëzuar 2 armë dhe 460 fishek. Komisioni Evropian ka konfirmuar raportin për ecurinë e reformave në drejtësi. Sipas KS duhet më shumë punë në reforma, por njëkohësisht edhe në veprime, ndërsa kanë cilësuar zgjedhjet parlamentare një hap të rëndësishëm drejt antarësimit. Komisioni i jashtëm i Parlamentit Evropian ka nisur diskutime 2 ditore rreth raportit të eurodeputatit për ecurinë e reformave në Shqipëri. Me paraqitjen e draft raportit, Flenkështan u shfaq kritik për vonasat e deritanishme në zbatimin e vettingut të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe në ndryshimet e kodit penal. Ajo që ne presim nga Shqipëria është zbatimi plot i reformës në drejtësi, jo vetëm shfaqje spektakolare e individësh, por angazhim afatgjatë për rezultate të prekshme në luftën ndaj krimit të organizuar. Nuk na mjaftojnë hetimet e policisë, por duhen ndëshkime në nivele të larta, që të këputen lidhjet e politikës me rrjetet kriminale. Vettingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve është thelbi i reformës në drejtësi, ndaj duhen shpejtuar në realizimin e procedurave teknike në këtë drejtim, deklaroi Flenkështajn. Të djathtët europian të drejtuar nga Eduard Kuka në këmbgulën që zgjedhjet parlamentare të shërben si test prove për autoritetet shqiptare për hapjen e negociatave të antarësimit. Zgjedhjet parlamentare janë një test i qartë që do të tregojë në Parlamentin Evropian se Shqipëria është gati për të marrë një datë për hapjen zyrtare të negociatave të antarësimit. Eurodeputatet roqën vëmendje edhe ndaj numrit të madh të azilkërkuesve nga Shqipëria në Europën perëndimore. Ka patur një fluks të madh azilkërkuesish nga Shqipëria drejt vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, çka është e palejueshme për një vend kandidat për antarësimin në këtë familje, duke shkelur edhe kriteret e Kopenhagenit. Po ashtu jam shqetësuar për xhihadistët shqiptar dhe masat që duhen marrë për ndëshkimin e tyre për akte kriminale kur të kthehen në vendlindje. Gjatë debatit, eurodeputatet grek akuzuan edhe Shqipërinë për pretendime territoriale ndaj fqinjit jugor
dhe shkatrimin e kishave ortodokse të minoritetit. Ndërkaq ditën e martë pritet të diskutohen edhe 231 amendamentet që i paraprin rezolutës së Parlamentit Evropian për Shqipërinë, që miratohet në prag të zgjedhjeve të qershorit. Dhe tani një lajm nga sporti, luftëtari ka rinisur përgatitjet për ndeshjen e radhës. Flamurtari do të jetë ekipi me të cilin skuadra Gjirokastrite do të përballet të hënën e ardhshme në Vlorë në orën 17:00. Luftëtari ka rinisur sot përgatitjet për ndeshjen e radhës me qëllim ruajtjen e marshit të rezultateve pozitive. Flamurtari do të jetë ekipi me të cilin skuadra Gjirokastrite do të përballet të hënën në Vlorë në orën 17:00. Fitoria 2-0 me Partizani ka shtuar dozën adrenalinës brenda grupit bluzi, ka do të mjaftoj të besuarve të Mladen Milikovicit për të zbritur në tapetin e blerë të stadiumit Flamurtari me objektiv primar marrjen e maksimumit. Për specialistin e futbollit Edmond Kodra, fitoria ndaj Partizanit nuk ishte e rastishme, pasi ajo erdhi si rrjedhojë e lojës së bukur, duke shfrytzuar me sukses armën më të fuqishme kundër sulmin. Megjithatë, do të them fjalët më të mira për luftëtarin. Është, kam thënë më parë, është një risi e kampionatit shqiptar me lojën që zhvillon. Deri tani, unë kam thënë më parë, ndeshjet me e ardhshme, sidomos luftëtari duhet pretendojë edhe më tepër, edhe për ndryshimet që ka marrë në skuadër, edhe ardha e Zgurës është një cilësi shumë e mirë, ju e pat sot. I dha kualitet jashtëmasë në fazën sulmuese skuadrës. Edhe do të thoya që luftëtari duhet të rrisi pretendimet, pse jo të pretendojë Europën kok me Tiranën. Arritjet e luftëtarit në 19 javë të luajtura ishin dhe objekti i misionit të përjavshëm rubrika sportive në televizionin Alpo, ku presidenti Grigor Tavo pasi veçoi arritjet mes të tjerave tha se qëndrimi në Superligë është objektiv, por kjo s'do të thotë se nuk do të synojmë për më lart, duke perifrazuar shprehjen popullore Oreksi vjen duke ngrënë. Ne kemi thënë në fillim këtë që luftëtari domethënë se do për mbijetesë, sepse domethënë të gjithë thoshin dhe shefi këtu është pranë qendrës, domethënë ditë që ato skuadra që vinë nga kategoria e parë, që vitin e parë do dalin prapë siç kanë ardhur, nëse po, kështu është po. Është domethënë që tradita kështu ka qenë. Tradita kështu ka qenë siç është Korabi domethënë në ato ujëra në nivele. Megjithatë ne kemi bërë një organizim domethënë të mirë, duke filluar nga trajnerët edhe nga përzgjedhja e lojtarëve, nga vetë trajnerët, se ne kemi një kompani menaxhimi e cila na servir futbollist, ki përzgjedh duke parë të gjitha tiparet e tyre dhe e kaluam atë të mbijetesës. Tavo nuk mund mos kishte edhe një apel për tifozët Gjirokastrit, teksa u kërkon atyre mbështetje dhe përkraje duke demonstruar kulturën Gjirokastrite. Tifozët na kanë mbështetur jashtëmase, kam një apel vetëm t'ju them që mos bëjmë pre provokimeve të skuadrave, se skuadrat që vinë mund të bëjnë një provokim duke edhe në një sinqeritet me kuksin ose një shishe dhe këta mund ta përgjigjen. Mos bëjë pre provokime ose ndonjë person që kanë brenda tifozërisë. Ka dhe ndonjë kolon të pestë. Po pra edhe kjo pa paragjykuar askën. Normale. Na kanë mbështetur jashtëmase dhe këtë thirrje kam për t'u thënë, që mos bëjmë pre provokimeve. As nga skuadra që na vinë dhe as nga ndonjë person që kanë brenda. Të shtojnë sa më shumë gratë e tyre, do filloj dhe mbështetja ndaj atyre duke vënë ato buza që në dalje jashtë me të na sillen sa më shumë. Do ketë ato buza falas? Do ketë ato buza falas, po. Ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendje, bashkë mirupafshim.